Pylli i sodës, një nga zonat më të frekuentuara për pushim dhe relaksim në qytetin bregdetar, po përballet sërish me ndotje. Përveç mbetjeve inerte urbane dhe arkave të peshkut, të cilat janë evidentuar prej kohësh, tashmë në këtë hapësirë po hidhen edhe mbetjet e ambalazheve të përdorura nga subjekte të cilat tregtojnë pajisje elektroshtëpiake. Gjatë ditës së hënë në një territor të konsiderueshëm të Pyllit, mund të vërehej qartë një situatë alarmante ndotje. Një vëzhgim i thjesht në teren mjafton për të kuptuar për masat e problemit që po përhapet në disa zona të qytetit. Pylli i sodës nuk po ndotet së fundmi vetëm nga mbeturinat e shumta inerte, urbane, apo edhe mbetjet dhe arkat e peshkut, por edhe nga ambalazhet e subjekteve që tregtojnë elektroshtëpiake. Në disa zona në Pyllin e sodës, sipas vëzhgimit realizuar nga televizioni 6+1 Vlora, mund të vëshre mjaft lehtë këto mbetje që gjenden pas meje, të cilat duket se po e kthejnë Pyllin e sodës në një tjetër vend të depozitimit të këtyre mbetjeve. Institucionet përgjegjëse, policia bashkiake duhet të ndrymë menjëherë për të verifikuar subjektet të cilat kanë nisur të ndotin Pyllin edhe me mbeturina apo mbetje që dalin nga aktiviteti i elektroshtëpiakeve. Pasi nëse nuk do të ketë reagim në kohë, pritet që ky fenomen të shtohet edhe më shumë. Pak metra më poshtë, nga vendi i parë i grumbullimit të mbetjeve që u vëzhgua nga televizioni 6+1 Vlora, gjenden hapësira të tjera të mbushura me ambalazhe kartoni, plastike dhe materiale të tjera të mbetura nga aktiviteti i firmave, të cilat tregtojnë pajisje elektrike dhe elektroshtëpiake. Kjo është një tjetër vatër që po shfrytëzohet nga kompanitë të cilat ushtrojnë aktivitetin në fushën elektroshtëpiakeve për të depozituar mbetjet e dala nga aktiviteti. Është vetëm pak metra nga vëzhgimi ynë i parë. Pamjet flasin vetë. Edhe pse janë ndërmarrë disa aksione pastrimi në Pyllin e sodës, ndotja vazhdon të mbetet një problem i përsëritur. Banorët dhe vizitorët shprehen të shqetësuar për mungesën e kontrolleve dhe të ndëshkimeve ndaj subjekteve apo individëve që depozitojnë mbeturina në mënyrë të palishme. Autoritetet bashkiake dhe policia bashkiake duhet të marrin masa të menjëhershme për të ndaluar këtë fenomen, i cili jo vetëm që dëmton mjedisin, por edhe imazhin e një prej zonave më të rëndësishme rekreative të qytetit të Vlorës. Pylli i sodës, i njohur për bukurinë natyrore dhe gjelbërimin karakteristik, rrezikon të kthehet në një vend grumbullimi mbetjesh nëse nuk merren masa konkrete për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e tij.